I ngritur mbi traditën e hershme të mikpritjes pukiane, hani përparim Laçit është kthyer sot në një pikë referimi për banorët e zonës, udhëtarët, turistët dhe çdo që kërkon të gjejë një copës shtëpie në një botë që ndryshon me shpejtësi, që në hapje të derës të përshëndet aroma e drurve të zjarit, guri ftohtë dhe ngroftësia e një ambienti që ruan frymën e hanit të dikurshëm, por edhe komoditetin modern që e kërkon vizitori i sotëm. Hani bani 22 vjet. Fillimet kanë qenë shumë të vështira, por se me një iniciativë shumë të madhe. Edhe ndoshta me një budallik që jo shumë kush mund ta marrën, një sipërmarrje e vështirë për ta marrë, por si rezultoi ajo që kisha menduar shumë e bukur. Dhe një favor shumë i madh, jo vetëm për mua dhe për familjen time, po për gjithë komunitetin dhe gjithë njerëzit që punojnë në fushën e turizmit. Që nga emri, pse e vendoste Hanin? Kjo faktikisht nuk ishte ideja ime, ishte ideja e asaj kohe, e ministrit asaj kohe, për të bërë 40 hanët e Shqipërisë. Qenë si isha bujtina e parë në Shqipëri, në Alpet shqiptare dhe në gjithë tërët shqiptare, kjo ishte e zgjetur, se këtu ishin 2 hanet. Dhe nga ajo unë isha nisur për ta bën shtëpinë në një bujtinë, dhe se Han nuk më shkonte mendja për ta bën Han, ishte shumë i vjetër, një emër i vjetër i ardhur nga Turqishtja, si duket, Hanet. Por edhe ideja ime ka qenë jo për të vënë emër të huaj asnjëherë. Dhe gjithmonë unë tash si drejtuesi i turizmit jam kundër gjithë lokaleve që vujnë emra të huaj, rrugësh. Rrugëtimi i Hanit përparim Laçit është një histori e vështirë, por e mbushur me bukuri, ngulm dhe zemër. Çdo hap ka qenë një sfidë, por gjithashtu një mësim i vlefshëm. Nëse marrim një përgjithësi, si ka qenë ky rrugëtim 22 vjeçar? Ka qenë çdo vit në rritje. Pavarësisht se kemi nisur me dhomat e shtëpisë dhe dhomat e shtëpisë janë pa kushte për të prit turista, por se një bujtin gjithmonë duhet ta dinë zonë njëri edhe tash që nuk ka problem dhoma më shumë 2 krevat ndryshëm. Rëndësi ka të ketë pasërti, të jetë mikpritje që është kryesorja e një bujtine, të jetë mikpritja, pastaj nuk do të çojësh kurrë për realizu fitimin. Ti duhet bash plan biznesi, në biznes jam mund tash. Por kur nisësh një bujtinë s'duhet bash plan biznesi, sepse duhet japësh gjithmonë nga vetja, nga ajo që ta afrosh njerëzit, ti dush njerëzit me zemër, jo falso, dhe gjithmonë ajo del rezultati del në fund. Njerëzit që lënë më shumë gjurmë janë shpesh ata që vinë papritur. Përparim Laçi për herë të parë tregon historinë që u kthye në ndihmë për komunitetin. Turistët që kanë lënë më shumë mresa janë gjermanët. Gjermanët kanë ardhur këtu, kanë krijuar shoqëri, pavarësisht se gjermanët është një kom që nuk dojnë të flasin gjuhën e huaj, dojnë vetëm gjuhën e tyre të përdorin. Edhe pse din. Po unë kam pas fatin që të vinë këtu për herë të parë një gjerman mjek, që ne kam gjetur në rrugë, rastësisht me çoshën, me gruan, me një fëmijë, e ftova për kafe, për ta qiras vetë, për të hyrë. Dhe ai me kokë, ai me gjuhën e tij, unë shqip, pa gjuhë të huaj, dhe merdhi. Kur merdhi këtu, ai ishte nisur për Valbon, dhe pa u isha ndërtim me sipër, të Hanit të tri, kisha të shtëpia poshtë, isha me pak më ngusht. Kam tha mund të rri, po kisha vajzën që përkthente, po mund të rrish. Në heti, unë kam çmime, siç e dini, çmime të standard, jo çmime të larta, kam çmime më të ulta në gjithë bujtinat shqiptare. Dhe tha rri edhe nata, mund ta shmangi Valbonën, tha 3-2, najti 2 net. Dhe aja kthye më 6 muajsh me komplet personelin e spitalit në Gjerman dhe ka pajisë spitalin e Pukës me të gjitha aparaturat që spitali Pukës nuk i ka pas kurrë. Vazhdon të jetë eko më ngjyrë Puka, vazhdon të jetë prodhimit të oksigjenit të ambulancave, vazhdon të jenë disa aparatura që ne nuk i kemi pasur. Dhe kur kanë vizituar sallën e Pukës ata, të 73-shit, prodhimi 73-shit, sallë operacionit, 8 llampa nuk punonin, një vetëm punon 8 llampa, ata janë çmend krejt. Dhe mjekëve të Pukës kanë dalë në foristrata dhe kanë dhënë elektriket që përdorim ne në alpinizëm për t'i pas përgatishmërinë. Dhe kur kanë dëgjuar se mjekët e Pukës kishin bërë operacione të ndryshme gjatë viteve, u ka ikë truni. As heroi janë mjekët e Pukës me këta kushte që kishin. Dhe ata kanë qenë turistat që kanë lënë më mresa dhe kanë ndihmuar komunitetin, kanë ndihmuar këtu, ato rikthehen çdo vit, rikthehen në muaj gusht
dhe bajnë edhe vizita në Pukë, marrin një dhomë dhe bajnë vizita falas për Pukën, këtu në verë për 2-3 ditë me kthehet e spital pritje lokali, sepse presin pavarësisht në spitalit në qytet vinë presin edhe këtu masditesh. Në mend se kanë qenë turistat e parë në një organizat grash, gruaja malsore me duket e kanë gruaja në veprim, që kanë ardhur në fillim dhe aty kam pa të shtëpia poshtë që kishte edhe ata gratë Tiranës, se në një prej aty në që i tha shoqes vetë, ku më keni sjellë, unë këtu në një lokal i madh, sepse se kishte idenë vetë ajo se bujtina një shtëpi robit, si funksionon me lokal me shtëpi, ka gjitha gjanat gatuhet me aneks, dhe nuk e imagjinonte. Dhe në fund pasi nuk e rujti fare nga unë, e tha, që në këndi sjellë të i tha, shoqes vetë, a kishte për të folë, për të aty të projekti, tha, që në këndi sjellë të, që është unë të ozën e lokale, aja e tha, mas banzan, tha, në fund. Po kur shjej ushqimet e gatuara nga gratë e shtëpisë, ishte original që një familje që shkojmë ne të motrat, të vallat, të daja, aja në fund më kërkoi falje, tha, më falë, tha, nuk e dija, edhe nuk kisha kriju, sepse kjo është ideja se unë e kam sjellë për gjithë bujtina shqiptare, kur kam sjellë unë idenë, thethi kishte vetëm kampin e punëtorëve. Sot, hani për parim Laçit është identiteti i traditës pukiane në tavolinë. Po të unë gjindet, si se dini, maza që është tradicionale e Pukës me ajkën e qumshtit dhe me millën e misit, farën e vendit. Por gjindet gjitha llojet e bilmeteve, sepse është nga ferma dhe mund është ta kërkosh djathin e but, mund ta marrësh vetë të bagja, edhe është qumshti pa diskutim që është i fermës dhe nuk futet asnjëherë qumshti tjetër, edhe në qoftë se nga herë na mungon, është vetëm i shtëpiave këtu afër i zonës dhe i fermerëve pukian, po është reçelnat, po flia që është bën tradicionale, pavarësisht se ajo nuk është e Pukës, por se këtu gjen edhe pul me peta, si s'ka qenë zakoni, po gjen mishin që është ku dush, po thuash mishi është, dhe në Amëllsina gjen ravanin që është tradicionale e Pukës, dhe thotë tash janë frutat e stinës, janë molla dhe kiwi që kemi prodhu vetë dhe kanë hyrë në datë, por se ka dhe një tjetër, si se ka në turizmin tonë të shinë Pukë, duke pas që kërpurdha është e Pukës e njohur në Itali, kemi fillu dhe të gatujmë kërpurdhën, e bëjmë disa llojesh, por se kryesorja është që e bëjmë me pana, me ajkën e qumshtit dhe me fileto pule, është një gatim që kemi fillu të afusim në menut tona, kemi fillu të afusim, në sense se punën po e pëlqen tonë, te kemi bën shtesë faktikisht ushqimeve të Pukës, por se duhet vinë sepse edhe ushqimi duhet rrut tradicionale, apo duhet të hyjnë edhe prodhimet e reja, produkte që kemi në Pukë, pse mos ti promovojmë vetë ne. Hani për parimit ka hapur dyert edhe në këtë dhjetor festiv për çdo që dëshiron ajër të pastër, natyrë të mrekullueshme, ushqim të mirë dhe mikpritje. Në Han nuk largohesh kur bosh, gjithmonë merr me vete shijen e traditës, ngrohtësinë e njerëzve dhe një kujtim që të rikthen.